Brenda, bravo. Si të barkën brenda, brillat të keni nga jashtë, bravo. Mos e vaj pjesën e qafës. Mos e vaj qafën. Ja dhe këtë. Pra, mirë Selin që e bën këtë lloj loje, okay, dakord, po shëndriti çka atje që i bën lojën e Selin. Ma shpjegoni dot ç'lidhje ka shëndriti të bëj lojë grash. Nëse, unë e kuptoj që Selin do të nxjerr nga vetja Rogertin, po nuk besoj se ka për të dalë, megjithatë, okay, pjesë e lojës është. Por duke shkuar përballë një burri, një mashkulli, duke bërë këto skena, atëherë Selin nuk ka pse mërzitet pastaj nëse këto skena i kthehen dhe mbrapsh, sepse pastaj përflitet për këtë gjën dhe pastaj mërzitet dhe bën viktimën. Unë se kam ditur thotë atje. Pra duke parë këtë skenë që bën me Rogertin, atëherë me lindë drejtat mendoj që të njëjtën sjellje ka bërë dhe me Mirin. Pra i bie që e ka lënë vet ose e ka stisur vet që të keq kuptohet gjithë marrëdhënia me Mirin, siç po bën në këtë rast me Rogertin. Pra, po bën ca skena që normalisht kjo si ka bë me Gimbon akoma këto skena, po i bën me Rogertin. Pra, nuk e di si e shpjegoni ju, po e shikoj që është e njëjta lojë, pra, siç ka bërë në fillim, po bën dhe tani. Por në fund do dalë përsëri kjo viktima që këta burrat e vënë në presion, i bëjnë gjëra që si takon e kështu me radhë.